Irani zyrtarisht e ka hedhur propozimet e Shteteve të Bashkuara për marrëveshje. Gjatë 12 orëve të fundit, një armatë masive e aseteve ushtarake amerikane ka filluar të vërshojë në lindjen e mesme. Flasim për aeroplan të luftës elektronike, aeroplan zbulimi, radar dhe një grup sulmues aeroplanbajtës që vepron në heshtje. Shbatë kanë dhënë një paralajmërim të fundit duke premtuar shpejtësi dhe dhunë nëse nuk arrihet një marrëveshje. Por Irani po gërmon tunele, po i shndërrojnë stacionet e metros në bunker, megjithse ditët e regjimit islamik janë të numëruara. Dhe nuk jemi të vetmit që e themi këtë. Kancelari Gjerman Frederik Merz e tha publikisht, citoj, "Dhe bindja ime mbetet se një regjim që mund ta ruaj pushtetin e tij vetëm përmes forcës brutale dhe terrorit kundër popullit të vet, i ka ditët e numëruara. Mund të jenë javë, por ky regjim nuk ka asnjë legjitimitet për të sunduar vendin. Dhe nëse ka pasur 10 mijëra vdekje në demonstratat e fundit kundër regjimit, atëherë kjo tregon se regjimi i mullahëve mund ta mbajë pushtetin vetëm përmes terrorit të pastër", tha ai. Vetëm në 18 orët e fundit, 6 avion luftarak 18 Growler po shkojnë drejt një baze në Spanjë, të shoqëruar nga 4 tankera. Këta janë avion luftarak elektronik të projektuar posaçërisht për të verbuar radarët e armikut dhe për të prishur mbrojtjen ajrore. Shtetet e Bashkuara kanë gjithashtu një sistem zbulimi rrezatimi që po shkon drejt Europës. Ka avion transporti C-17 që po lëvizin pajisje, ndoshta edhe F-35 në pozicion. Këto janë shtesë, përveç asaj force që është tashmë në lindjen e mesme. Presidenti Trump e quajti këtë grup armatimesh Armada. Ja çfarë përfshin? Grupin e sulmit të transportuesit amerikan Abraham Lincoln me të gjithë shkatëruesit dhe avionët luftarak, 10 avion të tjerë luftarak në bazat rajonale, anijet e marinës, komandën ushtarake të transportit ajror, anijet e rojës bregdetare dhe pothuajse me siguri në ndetëset për të cilat nuk dim, sepse nuk jepen koordinatat e pozicioneve të tyre. Në fakt, grupi i transportuesve ka çaktivizuar transponderin, nuk po transmeton më vendodhjen e tij publikisht. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që Irani nuk mund ta gjejë. Ata në fakt kohët e fundit publikuan pamje nga një dron që regjistronte grupin e sulmit të transportuesve. Ajo është një anije gjigante dhe qeverit mund ta gjurmojnë shumë lehtë, por fakti që po funksionon në heshtje tregon diçka. Kjo nuk është rutinë. Anije transportuese fikin transponderin e tyre vetëm kur hyjnë në zona me rrezik të lartë, dhe kjo është ndoshta ajo që po ndodh tani. Pse po lëviz gjithë kjo pajisje pranë Iranit? Sepse negociatat sapo dështuan. Sekretari i shtetit Marco Rubio shpjegoi gjithçka mbi çështjen e pranisë amerikane në rajon. Shtetet e Bashkuara kanë 30 deri në 40.000 trupa amerikane të stacionuara në 8 ose 9 objekte në atë rajon. Të gjitha janë brenda mundësisë së rrezës së një grupi mirë UAV është iranian me një drejtim dhe raketash balistike me rreze të shkurtër. Raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi që kërcënojnë praninë amerikane të trupave. Shtetet e Bashkuara duhet të kenë forcë dhe fuqi të mjaftueshme në rajon për të mbrojtur nga ajo mundësi goditëse. Kur regjimi iranian të vendosë të godas praninë amerikane të trupave në rajon. Presidenti amerikan gjithmonë rezervon opsionin parandalues mbrojtës. Në thelb, nëse Shtetet e Bashkuara kanë indikacione se do të sulmohen trupartë e tyre në rajon, kanë marrëveshje sigurie. Planin e mbrojtjes së Izraelit dhe të tjera do të kërkohen të vijë në lëvizje për mbrojtje. Dhe kështu është e mençur dhe e kujdesshme që amerikanët të kenë një pozicion force brenda rajonit që mund të përgjigjet dhe potencialisht, jo domosdoshmërisht, për atë që do të ndodhë, por nëse është e nevojshme, të parandalojë paraprakisht sulmin kundër mijëra ushtarakëve amerikan dhe objekteve të tjera në rajon dhe aleatëve të tyre. Kjo është ajo që po shikoni tani të ndodhë. Është pra aftësia për të vendosur asete në rajon për të mbrojtur nga ajo që mund të jetë një kërcënim iranian kundër personelit amerikan. Iranianët me siguri kanë aftësinë ta bëjnë goditjen, sepse kanë grumbulluar mijëra raketa balistike që kanë ndërtuar, dhe pavarësisht faktit se ekonomia e tyre po shembet, ata vazhdojnë të shpenzojnë para për ushtrinë. Shtetet e Bashkuara kishin 3 kërkesa kryesore. 1. Fund i përhershëm i pasurimit bërthamor. 2. Kufizime në rrezen dhe numrin e raketave balistike të Iranit. Dhe 3. Irani t'i jap fund çdo mbështetje për grupet e ndërmjetme si Hamasi, Hezbollahu dhe Huthët. Irani i hodhi poshtë të gjitha këto. Një zyrtar i lartë iranian tha se Irani nuk do të bënte kompromis për pasurimin dhe të hiqte dorë nga arsenali i tij i raketave. Arsenal që Irani e konsideron të nevojshëm për mbrojtje. Pastaj patë ministrin e jashtëm iranian të thoshte publikisht se Irani nuk do të negociojë në kërcënimin e veprimeve ushtarake. Nuk është paraqitur asnjë kërkesë për negociata nga pala amerikane.
Thjesht ndërmjetës të ndryshëm janë sigurisht në kontakt dhe vende të ndryshme, po bëjnë përpjekje me qëllime të mira dhe amerikanët janë në kontakt me ta. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim. Përgjigjja e presidentit Trump nuk ishte delikate. Një armadë masive po shkon drejt Iranit. Po lëviz me shpejtësi, fuqi, me entuziazëm dhe një qëllim madhor. Është një flotë më e madhja në botë, e kryesuar nga aeroplanmbajtësja e Abraham Lincoln. Koha po mbaron. Nëse operacioni Midnight Hammer ishte një shkatërim i madh për Iranin, sulmi i ardhshëm do të jetë shumë më i keq. Nuk duhet ta lejojnë iranianët të ndodhë përsëri. Por ja pyetja e vërtetë të cilën shumë njerëz ndoshta nuk e kanë menduar. Pyetja nuk është nëse Shtetet e Bashkuara mund ta godasin Iranin. Ne të gjithë e dimë që mund ta bëjnë. Pyetja është se çfarë lloj sulmi do të jetë ai që vjen. Ushtria amerikane ka 3 mundësi. Opsioni i parë, të synohen vendet bërthamore. Por kjo mund të mos shkaktojë ndryshim regjimi. Shkatëron objektet, por regjimi nuk është vërtet i shqetësuar për këtë. Shtetet e Bashkuara e bën tashmë këtë një herë. Opsioni i dytë, të synohet leadershipi. Por e shikoni se regjimi iranian është masiv. Nuk është vetëm Ayatollah Khamenei. Nuk është se mund ta eliminojmë atë dhe të ketë demokraci në Iran. Vetëm Republika Islamike ka 200.000 njerëz. Grupi paramilitar ka 400 deri në 500.000 njerëz të tjerë. Nuk mund ta shkatërosh një sistem kaq të madh duke vrarë një udhëheqës ose ndoshta edhe disa. Këtu arrim te opsioni i tretë. Sulm kundër objekteve dhe depove të armëve të Republikës Islamike. Të gjitha këto opsione vijnë me rrezik të madh dhe padyshim pasohen dhe implikohen me hakmarrjen iraniane. Edhe pse shumë njerëz të fushës, ekspertë ushtarak dhe analistë, flasin për diçka spektakolare, të madhe dhe të jetronditëse. Irani po e bën të qartë se si do të duket kjo hakmarrje. Ali Samkhani, një këshilltar i lartë, tha se një sulm i kufizuar është një iluzion. Çdo veprim ushtarak nga Shtetet e Bashkuara, nga çdo origjinë në çdo nivel, do të konsiderohet si fillimi i një lufte. Përgjigja do të jetë e menjëhershme, gjithëpërfshirëse dhe e pashembullt, duke synuar zemrën e Tel Avivit dhe të gjithë atyre që mbështesin agresorin. Tani kjo mund të jetë thjesht retorik. E keni parasysh që duhet të mbajnë moralin lart, por ja një ndërlikim tjetër që Shtetet e Bashkuara nuk e kishin gjatë operacionit të mëparshëm në Iran. Disa nga aleatët e Gjirit po kundërshtojnë publikisht këtë sulm. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë thënë të dyja se nuk do të lejojnë që Shtetet e Bashkuara të përdorin hapësirën e tyre ajrore për operacione ushtarake kundër Iranit. Nëse Shtetet e Bashkuara i respektojnë këto kërkesa, kjo e bën sulmin më të vështirë për të ekzekutuar në mënyrë të sigurt. Shtigje fluturimi më të gjata, më shumë ekspozim, më shumë kompleksitet. Por sigurisht që kjo nuk do të thotë se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta kryejnë sulmin pa qasje fare në këto vende. Bombarduesit B2 herën e fundit u lëshuan nga Misuri deri në Iran. Thjesht, operacioni bëhet më i vështirë në hapësirë dhe politika rajonale bëhet më e çrregullt dhe del jashtë sintonie. Sikur të mos mjaftonte kjo, kemi ministrin e jashtëm turk që thot publikisht se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta godasin Iranin. Është e rëndësishme të kujtojmë se Turqia është pjesë e NATO-s dhe kjo deklaratë është padyshim problematike. Citoj ministrin turk Fidan: "Është gabim. Është gabim të sulmosh Iranin. Është gabim të fillosh luftën përsëri. Irani është gati të negociojë për dosjen bërthamore. Pasi të filloni, këshilla ime është gjithmonë për miqtë amerikan. E dini, mbyllini dosjet një nga një me Iranin. Filloni me atë bërthamore, mbylleni, pastaj tjetrën, mos e trajtoni si paketë. Dua të them, nëse i vendosni të gjitha si paketë, do të jetë shumë e vështirë për miqtë tanë iranian ta përvetësojnë dhe ta përpunojnë vërtet dhe ta kalojnë këtë kërkesë. Dhe ndonjëherë mund të duket edhe poshtëruese për ta. Do të jetë shumë e vështirë për t'ia shpjegojnë jo vetëm vetes, por edhe udhëheqjes. Pra, nëse mund t'i bëjmë gjërat, t'i tolerojmë më mirë dhe mendoj se do të ndihmoj." Pas kësaj deklarate të turkut Fidan, shtohen dyshimet se Irani është vërtet në panik për atë që vjen dhe që e kupzon që do të jetë goditje holistike. Por, për më tepër, Irani po përpiqet t'u tregojë Shtetet e Bashkuara se çfarë do të bëjë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit postoi një fotografi në të cilën mund të shohim ngushticën e Hormuzit me kokën e kthyer nga Irani. Mesazhi është i qartë. Nëse vjen lufta, ata do ta mbyllin ngushticën, ose të paktën do të përpiqen ta bëjnë. Dhe kjo ka pasoja të mëdha. Pasi 20% e naftës në nivel global kalon në për atë pikë çdo ditë. Nëse mbyllet, edhe përkohësisht, çmimet e naftës rriten globalisht. Ekonomitë perëndimore e ndjejnë menjëherë. Dhe nëse historia është provë,
Ne e dim se çmimet e larta krijojnë kaos në demokraci. Kjo është leva e Iranit. Të paktën kjo është ajo që ata duan që bota të besojë. Nuk mund të krahasohen me ushtrinë amerikane, por mund të dëmtojnë ekonominë globale. Përveç gjithë kësaj një lëvizje brenda Iranit, diçka e pazakont po ndodh. Regjimi po e përgatit popullsinë e tij për një luftë në mënyra që nuk i kemi parë më parë. Raportet lokale thonë se Khamenei u largua dhe udhëtoi për në një nga qytetet më të shenjta në Islamin shit. Ky është një udhëtim tipik shpirtëror i bërë para vendimeve të mëdha. Nuk jam eksperte në Islamin shit, kështu që po mbështetem vetëm në atë që njerëzit thonë në internet. Kur udhëheqësi suprem bën një pelegrinazh para një lufte të mundshme, njerëzit e informohen për këtë udhëtim të tij. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Teheranit njofton se stacionet e metros dhe parkimet nëntoksore do të shndërrohen në bunker. Banorëve të qyteteve të mëdha u thuhet të përgatisin rrugët e tyre të aratisjes dhe të qëndrojnë në gatishmëri. Është e rëndësishme të theksohet se kjo nuk ndodhi para luftës 12 ditore me Izraelin. Regjimi nuk i përgatiti publikisht civilët si tani. Këtë herë, është e mundur që ata me të vërtet presin një sulm masiv amerikan. Mast Channel. Please subscribe.